Nimet I takojnë Allahut Zotit gjithësisë, I cili na udhëzoi dhe na drejtoi, na krijoi, na boni njerëz, po na dha dhe imanin, besimin. E falenderojmë që na ndihmon çdo ditë në adhurim, na I zgjat jetat për punë të mira, për adhurime, na zgjat jetët për të penduar dhe për të kërkuar falje atij, dhe na boni për umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilin dëshmojmë se ishte I dërguar I Zotit. Në e solli Kur'anin, që është dallues I të vërtetës nga extremra deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe për mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. E mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju vëllezër dhe motra që jeni bashkë në këtë xhami. Ashtu si çdo xhumë marrim një ajet prej ajeteve të Kuranit, që të mund të hedhim pak dritë mbi mendjet e besimtarëve. Ashtu si kur veproi dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që zakonisht në ligjëratat e xhumës fliste për fjalën e Allahut, po të regonte dhe një hadith që e thoshte po vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhelle xhelaluhu në këtë ajet I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe urdhën e thot: "Ti edhe se mundohesh, thot, shumica e njerëzve nuk do të besojnë, nuk do të kenë iman. Pra o pejgamber, thot, shumë mos u merakos mbas ti grupi, mbas këtyre lloj njerëzve, sepse shumica nuk do të besojnë." Besoj kuptoni diçka vëllezër rreth këtij ajeti, që e para do jenë shumicë, ata që nuk besojnë. E dyta, Allahu din gjithçka. Pra, sepse është krijuesi, dhe kur themi krijuesi, dhe kur themi që vetëm atij I takojnë adhurimet, falënderimet, nderimet, pse vetëm ai ka pushtet, dhe ai mund thot vetëm I madhi Zot që shumica nuk besojnë, jo njerëzit. Absolutisht. Pra zemra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte shumë e merakosme në këtë situatë. Edhe Allahu e qetëson. Mos u bëj merak. Sepse shumica atyre, sa do që ti t'ju thush, t'ju flasësh, nuk do të besojnë. Amo janë shumicë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk do të bëhet kiameti pa I paju disa gjona shumë të këqija që do të ndodhin nëpër botë, ashiqare, dhe do t'i morin vesh gjithë njerëzit, të mëdhenj të vegjël. Ajo që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, do të shtohet shumë imoraliteti, alkooli, bigjozi, kamata, shumë. Por, thot, nuk bëhet kiameti, thot, pa I pa, thot, pistar të njerëzve, të borë dhe gra, duke I bëj imoralitet haptas në për rrugë. Dhe më I miri njerëzve në këtë kohë, thot, do t'jetë ai I cili do t'i thot, kujdesre, shko mas që ti I mori, dhe bëj qatë dush. Ky do t'jetë më I miri, thot, shko rrim qeft paktën atje. Pra, nuk bëhet kiameti, thot, pa I pa jo këta. Apo, pa u përly, thot, njerëzit me kamatën. Me kamatën. Pse? Të gjitha doken qyll këto vëllezër. Bigjozi, legur e haqëm. Qyll. Dhe me thonë, mërën e I gjysore, mu ba milioner. Pra harami, nga pamja e parë në dukje, është I mirë, kështu dhe me thonë, është I tërheqës. A I pna 8 orë atje për shembull, e në merr 20 euro. Ky për 10 minuta, 100 milion euro. Dallim I madh rrush. Edhe çfarë ndodheshin? Shumica kohë pusi, mos kësaj shumës. 8 orë punë, pa zbohesh si herë shpëj, thotë, zbohesh si herë rob.
Po kështu e ka teorinë edhe imoraliteti. Edhe imoraliteti. Turë vërë në për njerëzën e ka të mundësh. Çdo thot me ne të lidhët me grua, me kalamaje, me familje. Gjanët leta që tërheqin robin. Pra harami është i letë kështu qyll. Ama rrezikun e ka mrapa. Ne s'mund të nëmrojmë të njerëzit të cilët ju kanë ushtru kësaj edhe se si kanë dështu. Po kështu edhe kamata. Po mlidhe rëmenën, thot, rej gjumë, thot. Parja jo të punati, thot, ti e gjumë, thot. Jo pra, nuk bashtu. Nuk e ka harë njëri këte. Më tregoni një nga shtetet më të mëdhoja në botë që ja kanë pa hajrin kësaj. Një më tregoni. Pasha Allahu në vlezër, kret atom, pluma, zjarë, anije, miliona ton hekur kalp në vërdet që kanë hargju për të. Absolutisht të si hajrë. Po kush ka hajrë? Aj që lodhet ma tjerësën e vetë. Kjo ka hajrë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kjo të është rreziku madh për kohën që na jetoj. Dhe do t'i kemi kundërshtar. Thamë që njerëzit me qenë se janë shumicë që nuk besojnë, ato do të vazhdojnë të mbrojnë mos besimin e tyre. Me të gjitha format. Por aja që kanë mundësin më të madhe kanë mediat to, televizionët. Edhe po t'i një gjëjsh, 99% e këtyre, kretë kunda këtyre njerëzve të ndershëm. Dhe më thanë,